Punimet në autostradën e korridorit 8, aksi 2 Gostivar-Bukojçan shënojnë progres. Deri në prill të këtij viti në këtë aks projektimet për ekspropriim kanë arritur 46%. Nga konsorciumi Bechtel dhe Enka që ndërton këtë korridor janë të kënaqur me dinamikën. Përpos rregullimit të trases, paralelisht ndërtohen edhe 4 ura që janë parapar nga Gostivari deri në Bukojçan me gjatësi 17 kilometra. Ura e parë fillon me një rafër varrezave pranë fshatit Zdunj, e cila ka një pjertësi prej 355 metra, ndërsa lartësia e urës është 7.5 metra. Mehmet Akif Abixhi, mbikëqyrës kryesor për këtë urë, tha se e njëjta ka 12 shtilla në anën e saj të djathtë dhe 11 në të majtën. 10 months ago we started with piling operations in here. 10 muaj më parë filluam punën për instalimin e shtyllave këtu dhe në vitin 2025 filluam punën për instalimin e trarëve kryesor dhe ndërtimin e mbështetëses në këtë urë, siç mund të shihni, në anën e pjerrët të lumit Vardar. Nën struktura jon po përparon me sukses. Sfida më e madhe ishte lumi Vardar që kalon përmes kësaj ure, sepse ka një rol të rëndësishëm për Maqedoninë dhe kalon nëpër Shkup. Sa i përket projektimit me mbështetjen e Departamentit të Inxhinierisë Civile, së pari zhvendosëm rrjedhjen e lumit dhe në anën e sipërme kemi shtylla. Ndërtuam atë pjesë të urës me trar kryesor dhe mbështetës dhe tani ka filluar faza e dytë. Në anën e pjerrët nën struktura jashtë është në proces ndërtimi. 80% e nën strukturës është e përfunduar, 20% është në proces ndërtimi. Ura e dytë është më e larta që ndërtohet në korridorin 8. Për sigurinë e saj ndërtohen mure mbajtëse moderne, ndërsa punimet e tyre janë besuar inxhinierit Veron Sulo. Ai tha se këto mure shërbejnë nëse eventualisht ka erozion të tokës që mund të shkaktohen nga rreshqet. Sipërfaqja e tyre arrinte 45 metra. Pjesën këtu ku kemi ndërtuar në kilometrin 6500, e ja siç e shihni e kemi filluar shtresën e 4. Ky sipas dizajnit këtu kemi edhe 3 shtresa tjera për të përfunduar këtë murin e gabianit. Me murin mbajtës për momentin mund të them se është bërë 45%. Kemi edhe gjysmën për ta kryer këtë këtu edhe pastaj të vazhdojmë në Eronish gabianin tjetër. Në kilometrin e 7 të aksit Gostivar-Bukojçan apo mbi fshatin Banjice Epërme ndodhet thërmuesja e cila prodhon agregate që nevojiten për themelet në bazën e rrugëve dhe fraksione për beton. Maria Risteska, inxhiniere miniera, shta se kapaciteti ditor varet nga ajo se çfarë prodhimi u duhet, ndërsa guri merret nga vendi ku punohet dhe i njëjti është mermer ose gur gëlqeror. Për 10 muaj ishin prodhuar 300 ton agregate dhe deri më tani siguria ka qenë shumë e lartë. Тие секојдневно земаат примериот си од тука, до сега ние работиме веќе 10 месеци. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me departamentin tonë të sigurisë dhe cilësisë. Ata marrin mostra nga këtu çdo ditë dhe deri më tani nuk kemi pasur probleme. Sigurisht, baza dhe nënbaza janë një nga pjesët kryesore të rrugës. Cilësia është shumë e sigurt, baza shërben për të shpërndarë në mënyrë të barabartë ngarkesën nga automjetet dhe për të bërë kullimin në asfalt, kështu që cilësia është e më e rëndësishmja dhe ka një rol kryesor në sektorin tonë. Gjithashtu siguria e njerëzve, mund të them me krenari se kemi punuar në mënyrë aktive për një vit. Me instalimin e një thërmuesi dhe deri më tani nuk ka ndodhur asnjë lëndim i vetëm, qoftë edhe minimal. Sipas një raporti të publikuar ditë më parë nga ndërmarrja publike për rrugët shtetërore deri në prill të këtij viti në aksin Gostivar-Bukojçan, janë realizuar 73% e hulumtimeve gjeoteknike, ndërsa mbikëqyrja ka regjistruar përparim prej 60% të punimeve për specifikimin dhe projektimin e këtij aksi. Nga aktivitetet ndërtimore që po zhvillohen aty janë punë toksore në trasen kryesore, sanimi lëshimeve, armim dhe betonimi urave, rregullimi regjimenteve të përkohshme rrugore, po bëhen ngërmime dhe po kryhet mbrojtja e shpatave. Të gjitha aktivitetet po zhvillohen me dinamik të shtuar. Kompanisë Bechtel dhe Enka deri më tani janë paguar mbi 301 milion euro nga gjithsej 1.3 miliard euro sipas marrëveshjes për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D. Afati i ndërtimit është deri në vitin 2027, ndërsa marrëveshja me Bechtel dhe Enka u arrit në mars të vitit 2023.